Zata e veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës i ka drejtuar një letër zyrtare presidentit së Kosovës Vjosa Osmani lidhur me vendimin për zgjatjen e mandatit e ULEX-it dhe dhomave të specializuara. Përmes letrës, OVL-UÇK-s bë të ditur se duan të dinë nëse është marrë vendimi për zgjatjen e mandatit e ULEX-it dhe gjykatës speciale dhe nëse ka pasur shkëmbim të ri letrash mes Osmanit dhe përfaqësuesës së lartë aktuale të BE-s Kaja Kallash. Nga OVL-UÇK-s thanë se janë të interesuar drejtpërdrejt në proces, duke qenë se bashkëluftëtarët tanë ndodhen aktualisht në paraburgim në dhomat e specializuara në Hag. Por në një reagim të presidencës thuhet se presidentja as nuk cakton e as nuk vazhdon mandat të gjykatës speciale. Sipas tyre mandati i kësaj gjykate është përcaktuar me amandament kushtetues të votuar nga Kuvendi i Kosovës dhe ai nuk mund as të ndryshohet e as të ndërpritet apo vazhdohet nga institucioni i presidencës. Po ashtu, në reagim thuhet se Osmani nuk ka nënshkruar asnjë dokument edhe pse siç thanë është plotësisht në mandat të saj. E 26 vjetë më parë u përmbëllën bombardimet e NATO-s në mbi saqet serbe në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Javier Solana me 10 qershor 1999 lëshoi urdhrin për ndalimin e bombardimit në Kosovë pas 78 ditësh, kurse Këshilli i Sigurimit të OKB-s, po në të njëjtën ditë, kishte miratuar rezolutën 1244, ku janë dërguar 37.200 ushtarë të KFOR-it ka 36 shtete. Me 12 qershor të vitit 1999, në Kosovë kanë zbarkuar trupat e para të Kombësorisë së NATO-s, ndërsa ka nisur largimi i forcave serbe. Misioni ishte i ndarë në 5 zona të përgjithësisë që i përkisnin KFOR-it amerikan, anglez, francez, gjerman dhe italian. Me hyrjen e NATO-s, në Kosovë vendos edhe misioni i përkohshëm UNMIK. Në të njëjtën kohë është shpërbër edhe ushtria shqiptare e Kosovës për të shndruar në trupat mbrojtëse të Kosovës. Një aksident trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në hyrje të Prishtinës. Sipas pamjeve të dërguara në redaksinë e Klan Kosovës nga një lexues, shihet një veturë e dëmtuar në Veternik. Në vend ngjarje prezent ishin edhe policia. Të njëjtët në një përgjigje për Klan Kosovën kanë njoftuar se 2 persona kanë mbetur të lënduar nga ky aksident ku u përfshin 4 vetura, ndonse gjendja e tyre nuk është në rrezik. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Zafir Berisha ka njoftuar se është larguar nga nisma socialdemokrate udhëhequr nga Fatmi Limaj. Njoftimin e bëri të ditur përmes një shkrimi në Facebook. Berisha tha se aktivitetin e tij politik do ta vazhdoj me Bashkimin Demokratik siç ishte më herët në subjektin që e pati themeluar kohë më parë, derisa nuk dihet arsyet që ka çuar deri tek ky vendim ish zëvendës ministrit të brendshëm. Vjoj me informacione nga bota, 148 persona janë arrestuar deri tani gjatë protestave në Kaliforni të Amerikës. Pentagonin ndërkohë ka dërguar rreth 700 marinsa në Los Angeles për të ndihmuar anëtarët e gardës kombëtare për t'u përgjigjur protestave të imigracionit. E presidenti i SBA-s Donald Trump ka sinjalizuar se do ta mbështeste arrestimin e guvernatorit të Kalifornisë Gavin Newsom për trajtimin e tij të protestave të imigracionit në Los Angeles që shpërthyen gjatë fundjavës. Guvernatori i Kalifornisë në anën tjetër ka njoftuar se shteti që ai drejton do ta padis administratën e Trumpit për dërgimin e trupave të gardës kombëtare në Los Angeles pa konsultim paraprak me autoritetet shtetërore. Ndërkohë edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara ka reaguar duke kërkuar përmbajtje nga të gjitha palët në Los Angeles. Donald Trumpit i ka dalur kundër edhe presidenti francez Emmanuel Macron, të paktën në idenë e tij sa i përket blerjes së Grenlandës. Francezi tha se Grenlanda nuk është për të marrë me vete, as Antarktida apo deti i thellë nuk janë në shitje. Macron do të vizitojë Grenlandën gjatë të dielës, ku do të bisedojë me kryeministrin e territorit autonom brenda Danimarkës dhe kryeministren daneze rreth sigurisë së Atlantikut, të Veriut dhe Atlantikut, ndryshimeve klimatike, energjisë dhe mineraleve kritike, ka njoftuar zyra e presidentit francez. Me ka që mbyllim edhe këtë